أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط
والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Pasha qiellin që mban yjet, pasha ditën e premtuar, pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet. Mallkuar qofshin njerëzit e hendeqeve, të zjarit me plot lëndë djegëse. Kur ata rinin ulur rreth tij dhe dëshmonin atë që bënin kundër besimtarëve. E nuk patën pse t'i urrejnë përveç që e besuan Allahun, nga dhënjuesin të lavdëruarin, të cilit i takon sundimi i qiejve e i tokës, e Allahu është dëshmitar i çdo sendi. Është e sigurt se ata që i sprovuan besimtarët dhe besimtarët dhe nuk u penduan, ata kanë dënimin e xhehenemit dhe dënimin e djegjes. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë xhenete nën të cilët burojnë lumenj, e ai është suksesi më i madh. Është e vërtetë se goditja e Zotit tënd është e fortë. Në të vërtetë, ai është që e fillon krijimin dhe e rikthen. Ai është që fal mëkatet, është i dashur. Është i Zoti i Arshit të Madhërisëm. Ai e punon atë që dëshiron. Atë ka ardhur ty lajmi i ushtrive të Faraonit dhe të Themudit, por këta që mohuan, idhujtarët, vazhdojnë me gënjeshtër. Po Allahu ata i ka rrethuar, nuk mund t'i shpëtojnë. Përkundrazi, ata që gënjejnë, ai është Kur'ani i famshëm, në një pllak të ruajtur mirë në Lauhi Mahfuz. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, i cili na ka kriju dhe na ka bërë të mundur që të jemi pjesë e këtij ummeti. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë fytyrës më të ndritshme të njerëzimit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij të sinqert dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, thot Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë ky Kur'an udhëzon nga ajo që është më e mirë. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Thot dhe jepi myshdë besimtarëve se në Kur'anin ka shpërblime të mëdha. Vëllezër të ndershëm, jemi mbledhur sot këtu që ta komentojmë surën Buruj. Surja Buruj gjendet në gjuzin e 30, pra në gjuzin ame, ashtu siç e dini. Është e radhitur me radh surja me numër 85 në mushaf, por sipas zbritjes është e radhitur e 27. Prej emrave që quhet domethënë surja është El Buruj, edhe një emër tjetër që quhet Was-Sama'i Dhatil Buruj, sikur ajeti i parë, po ashtu edhe titulli i surës. Prej mirësive dhe veçorive të kësaj sure thuhet se
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra biha fi adh-dhuhri wal-'asr. Thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë sure e ka lexuar gjatë namazeve të drekës dhe gjatë namazeve të ikindijës. Ku ka zbrit kjo sure? Zakonisht të gjitha këto ajetet që janë të shkurtra, që i keni pa të xhuziame, shumica e këtyre, do me thonë, janë të zbritura në Mekë për shkak të stilit të veçantë që e kanë me ajetet të shkurtra. Edhe kjo sure, do me thonë, ka zbritur në Mekë sipas ixhmas të shumicës së mufesirëve. Prej qëllimeve kryesore të surës, të kësaj sure është, qëllimi më i rëndësishëm i kësaj sure është ngushëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i shokëve të tij për sprovat dhe vështirësitë që pësuan nga armiqtë e tyre, si dhe forcimi i besimtarëve në të vërtetën. Tematikat kryesore të kësaj sure janë se Allahu xhaleshanuhu e hap këtë sure me betimin, domethënë Allahu xhaleshanuhu betohet në disa prej krijesave të tij. E para. E dyta, Allahu xhaleshanuhu në këtë sure i përmend njerëzit e Hendekut ose Ashabul Ukhdud. E treta, kërcënimi i Allahut ndaj jo besimtarëve, ata të cilët i kishin torturuar besimtarët për shkak të besimit. E katërta është përgëzimi për ata të cilët u sprovuan nga jo besimtarët, përgëzimi Allahu xhaleshanuhu me shpërblimin e xhennetit. Më vonë, do me thonë, Allahu xhaleshanuhu e paralajmëron një dënim të ashpër për ata të cilët i kanë bërë këto vepra, pra i kanë djegur muslimanët në një kohë para shpalljes së Muhamedit alayhis salam. Pastaj Allahu xhaleshanuhu në fund të surës sjell shembuj të popullit të Faraonit dhe të Themudit, se si kanë përfunduar ata për shkak të mosbesimit të tyre, dhe krejt në fund e thekson madhështinë e Kuranit fisnik. Kuptimi i plot i surës, Allahu xhaleshanuhu në këtë sure e hap këtë sure fisnike duke bërë betim në qiellin e mbushur me yjet madhështore. Pastaj Allahu xhaleshanuhu betohet se janë shkatruar ata të cilët i kanë djegur muslimant për shkak se kishin besuar në Zot. Më pas Allahu xhaleshanuhu e ka sqaruar shkakun që i ka shty mohuesit të vepronin ashtu siç vepruan. Allahu xhaleshanuhu ka thënë, ata nuk u sollën ashpër ndaj besimtarëve dhe besimtarëve për ndonjë arsye tjetër përveç se për shkak të besimit të tyre në Allahun fuqiplotin, i cili nuk mund të mposhtet në Allahun të lavdëruar për të gjitha cilësitë dhe veprat e tij, të vetmi sundues të qiejve dhe të tokës dhe gjithë shkaje që gjendet në to. Pra, kjo ishte një pasqyrim rreth surës, dhe tani do të vazhdojmë inshallah që ta komentojmë ajet për ajeti. Në interpretimin e fjalës buruj, Allahu xhaleshanuhu thot was-sama'i dhatil buruj, që do të thot sipas shumicës së mufesirave, el buruj janë yjet. Gjithashtu Allahu xhaleshanuhu thot tabarakalladhi ja'ala fis-sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. I madhërisëm është Allahu që krijoi yje në qiell dhe vendosi në të dritë dielli e hën që ndriçon. El buruj, sipas Ibn Abbasit, sipas Mujahidit dhe shumë mufesirëve të tjerë, e kanë për qëllim yjet. Buruj do me thonë një grup i madh i yjeve, të cilët janë vendosur në qiell në një kënd të caktuar dhe që shihen prej tokës. Janë quajtur kështu sepse qëndrojnë lart, janë të ngritur, shihen qartë prej tokës. Allahu këtu betohet në qiellin plot yjesi. Allahu xhaleshanuhu i lejohet që të betohet në çfarë do ai, ndërsa neve nuk në lejohet që të betohemi në asgjë tjetër pos Allahut të madhëruar. Pastaj ajeti tjetër thot wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Wal yawmil maw'ud, shumica e mufesirëve
thonë se është për qëllim dita e Kiametit. Wal yawmil maw'ud, që i bje pasha ditën e premtuar, ka të bëj me ditën e gjykimit. Disa prej mufesirëve kanë thënë, ajo është dita e Kiametit. Allahu ka premtuar se ajo do të ndodhë gjithsesi, këtë e ka sqaruar në Kur'an, duke mos lërë dyshime për të, ku ka thënë, kema bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. Thot ashtu siç e filluam krijimin e parë, do ta përsërisim atë. Ky është premtimi i Allahu xhaleshanuhu, ne do ta bëjmë këtë me të vërtetë. Pastaj ajeti në vijim thot wa shahidin wa mashhud. Wa shahidin wa mashhud e ka për qëllim, wa shahid thuhet se ka për qëllim ditën e Xuma, ndërsa wa mashhud ka për qëllim ditën e Arafatit. Kjo është sipas ixhmajës së dietarëve, kanë për qëllim këto. Mirë, po një mendim tjetër thot se wa shahidin wa mashhud, që i bie në gjuhën shqipe pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet, dëshmitarët që do të dëshmojnë në ditën e gjykimit. Kjo është një prej mendimeve, thot që janë ata dëshmitarë që kanë me dëshmu në ditën e gjykimit. E para thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me dëshmue që e ka bart mesazhin deri tek ne. E dyta, një rast tjetër thot umeti musliman ka me dëshmu para Allahu xhaleshanuhu që pejgamberët, të gjithë pejgamberët, jo vetëm Muhamedi alayhis salam, e kanë çuar mesazhin në vend. Edhe e treta thot gjymtyrët tona kanë me dëshmue kundër neve apo pro neve. Në një ajet, domethënë që komenton këto ajetet me ajete, thuhet se në një ajet tjetër ka thënë Allahu zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud. Thot ajo është dita në të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit, ajo është ditë e dëshmuar. Pra edhe këtu e ka quajtur ditë e dëshmuar me pretekst ditën e Kiametit. Pastaj kalojmë në një fazë tjetër ku thot Allahu xhaleshanuhu qutila ashabul ukhdud. Thot mallkuar qofshin të zotët e hendekeve. Njerëzit e hendekut kanë qenë disa jo besimtar që kanë jetu sipas shumicës së dietarëve, thot kanë jetu në Yemen. Pas kohës së Isaut alayhis salam, kanë jetu në Yemen nën uzurpimin e një mbreti i cili ka qenë zullumçar, edhe puna e këtyre është se domethënë e kanë mohu Allahun xhaleshanuhu, po edhe kush ka besuar në Allahun xhaleshanuhu e kanë djeg në përhendeke të cilët i kanë hapur vet dhe i kanë furnizuar me zjarr e me lëndë djegëse të tjera. Thot Allahu xhaleshanuhu qutila ashabul ukhdud, mallkuar qofshin njerëzit e hendekut, pasi Allahu i sjell to betimet e para, që thot was-samai dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Pastaj të gjitha këto betimet pasi i ban flet për gjën për të cilën betohet. Fjala qutile ka dy kuptime në arabisht. Kuptimi i parë është u shkatrofshin apo mallkuar qofshin ata të cilët i kanë bë hendekët, edhe kuptimi i dytë thot u vrafshin. Qutile i bën domethënë ma shumë që përputhet është me fjalën u vrafshin. Mallkim domethënë mu largu nga mëshira e Allahu xhaleshanuhu. Allahu na tregon këtu se njerëzit e hendekut i ka larguar prej mëshirës së tij. Ata, domethënë banorët e hendekut, pikë pari kanë provu mi detyru besimtarët me braktis besimin, mirë po pasi nuk e kanë arritur këtë, atëherë e kanë hapur, domethënë në çdo vend të qytetit kanë hapur hendeke edhe i kanë zvaritur besimtarët të cilët kanë besuar Allahun xhaleshanuhu. I kanë djegur domethënë të gjallë. Pastaj thot Allahu xhaleshanuhu qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alun bil mu'minina shuhud. Thot mallkuar qofshin njerëzit e hendeqeve të zjarrit me plot lëndë djegëse, kur ata rinin ulur rreth tij dhe dëshmonin atë që bënin kundër besimtarëve. Kjo kallzon se ata kur janë hapur domethënë hendeket edhe kur janë kanë tu djeg ato besimtarë që kanë besuar në Allahun xhaleshanuhu, ata
njerëzit ose ashabul hududi, banorët e hendekeve, kanë nejt ati okolla hendekit edhe nuk kanë reagu hiq. Kjo kallzon domethënë se sa zemër ngurt janë kanë. Edhe Allahu xhaleshanuhu mu për këtë ka thonë që kam i dënu. Ata të cilët janë ulur rreth hendeqeve kanë qenë dëshmues, domethënë dëshmitar dhe prezent për atë që ja u kanë bë besimtarëve, në atë kohë domethënë i kanë djeg. Madje ata kanë besuar që e meritojnë, domethënë çdo njeri që beson në Allah e meriton mu djeg. Mirë po Allahu xhaleshanuhu thot: "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." E nuk patën pse ti urrejnë përveç që e besuan Allahun nga dhënjuesin të lavdëruarin. Domethënë ata të cilët janë djeg nuk kanë pas dëni mëkat tjetër ose nuk kanë pas dëni hakmarrje rreth çështjeve dunjas, por ca kujtimve kanë kush ka besuar në Zot o desh me djeg. Më poshtë Allahu xhaleshanuhu thot: "Alladhi lahu mulku s-samawati wal ard", të cilit i takon sundimi i qiejve dhe i tokës, ndër atributet e tij të përkryera është ajo se Allahu xhaleshanuhu është pronar i të gjithë qiejve, tokës dhe çdo gjëje që ndodhet në to dhe në mes tyre. Wallahu ala kulli shay'in shahid, Allahu është dëshmitar i çdo sendi, do të thotë se asgjë nuk është e fshehtë dhe e panjohur për të, si në qiej ashtu edhe në tokë. Të kjo çështja e hendeqeve, domethënë kutile ashabul hudud, gjatë përgatitjes së komentimit e hasa një hadith shumë gjatë, domethënë është një hadith i njohur, të cilën e transmeton Imam Ahmedi, ku tregohet domethënë në përpikshmëri kjo domethënë historia se çka ka ndodhur në atë kohë. Thuhet domethënë që në Yemen ka ndodhur, sipas shumicës së dietarëve, ku ka qenë një mbret zullumçar. Hadithi është shumë i gjatë, por unë e kam shkurtuar me disa pika më kryesore pak. Besoj që ndoshta edhe ju gjithsecili e keni ndëgjuar më parë këtë histori, pasi që te ne ka qenë virale gjatë kohë, bile ka qenë edhe një film vizatimor me këtë histori. Thuhet se ka qenë një mbret, domethënë edhe zakonisht këto mbreta që i kanë thënë që i kanë thënë vetit Zot, gjithmonë kanë pas afër nga një magjistar. Edhe ky mbreti e ka pas një magjistar nga të vetit, po kur u ka shtyn mosh ky magjistari, i ka thënë mbretit që duhet me gjetë dikan tjetër, një djalë tjetër që me ia mësue, domethënë këtë zanatin e magjisë. Pastaj e kanë gjetë një djalë i cili ka pas aftësi shumë, ka pas qëllime në jetë, ka pas motiv, ja ka mësuar magjien, edhe pastaj ky djali një ditë prej ditëve kur largohet domethënë prej qytetit, takohet me një prej dietarëve i cili ishte larguar nga qyteti për shkak zullumit që ai kishte bëj mbreti. Edhe gjatë bisedës me atë dietarin e shef domethënë ky djali se magjia është një sen i kotë dhe se besimi në Allah është parsor, udhëzohet dhe shoqërohet me atë dietar. Pastaj Allahu xhaleshanuhu e udhëzon këtë djalë edhe ja jep një prej cilësive, domethënë që ka mujt me shëru të sëmurit. Kjo ka prej mrekullive që Allahu xhaleshanuhu ja ka adhuru me lejen e Allahut. Ai ka filluar domethënë me shëru njerëzit, duke përfshirë edhe një prej personave që kanë qenë në pallat me mbretin. Pastaj kur u ka shëruar ai personi që ka qenë prej pallatit, i ka kallëzuar domethënë mbretit që më ka shnoshën filan djali që është mësue magjien, duke thënë domethënë me lejen e Allahut kërkoj shërimin e plot të këtij njeriu. Më pastaj domethënë mbreti interesohet se prej ka lindi kjo, sepse në atë vend nuk kishte më asnjë njeri që besonte në Allahun xhaleshanuhu, edhe domethënë mirët vesh se ky djali është u marr dikun dituri prej atij dietarit që e kishin bojkotuar. Më vonë domethënë mbreti e kapat dietarin edhe e ka ekzekutuar, domethënë e ka vrarë. Më pas kërkon mbreti prej këtij djaloshi që të largohet nga bindja në Allahun xhaleshanuhu, ndërsa djali nuk dorëzohet dhe fillon me bë davet dhe shumë njerëz për shkak të tij e pranojnë domethënë fenë Allahu xhaleshanuhu.
pastaj mbreti vendos që ta ekzekutoj, provon mënyra të ndryshme, duke quar në një mal, kanë ndesh me hudh prej malit, nuk kanë mujt, kanë ndesh me fundos në det, nuk kanë mujt edhe ashtu. Pastaj ky djali shkon tek mbreti dhe i thot se i thot nëse do me myt mua, atëherë duhesh me thonën në emër të Allahut, Zotit të djaloshit. Edhe mbreti ishte mërzitur mo nga, performanca e këtij djalit ndavet që kishte udhëzu shumicën e qytetit. Më pastaj vendos që një ditë thot ta ekzekutoj duke e thënë këtë fjalë, thot në emër të Allahut, Zotit të djaloshit, edhe e gjun me shigjet e vret, këtë djalin. Kjo ishte te populli një hov i madh. Kur e pan ato që edhe vetë mbreti që i thot vetit Zot, u bind se nuk kishte mujt me myt këtë djalin, vetëm se duke thënë në emër të Allahut, Zotit të këtij djaloshi, u çum popullin kam edhe çati ka marr fund, kjo mbretnia e këtij mbretit i cili ka qenë zullumçar. Më pastaj mbreti me ushtrinë e vet vendos që të çelin hendeke nëpër qytet, edhe t'i djegin të gjithë ata të cilët besojnë në Zot. I kanë marrë njerëzit, i kanë çuar deri te hendeki, i ka thonë apo tërheqësh për asaj të cilës ke filluar me besu, kush ka thonë po e kanë tërheq, kush ka thonë nuk tërheqna, e kanë djeg të gjallë. Tana këtu është edhe një rast prej foshnjeve të cilët kanë folur, janë 3 ose 4 foshnje, një prej atyre është edhe Isa alayhis salam, të cilët kanë folur që në ditët e para pasi kanë lind, është edhe foshnja, kur i ka thonë një foshnjë nanës vet, kur janë kanë të gjujt të ai hendeku që kanë me zjarr, i ka thonë kjo foshnja nanës vet që mos u mërzit, thot se myshde ke pe Allahu që je në rrugën e drejtë. Pastaj Allahu xhaleshanuhu e ka dënu, këtë mbretin, duke fundos në det, edhe këtë Allahu xhaleshanuhu e ka vulos në Kur'an, edhe sot ta kena na si shembull në surën Buruj, tek tema e hendeqeve, kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alayha qu'ud e mëtej. Pastaj Allahu xhaleshanuhu thot innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati, është e sigurt se ata që i kanë sprovu besimtarët dhe besimtaret, thumma lam yatubu, dhe nuk u penduan, falahum adhabu jahannam walahum adhabul harik. Ata kanë dënimin e xhehenemit dhe dënimin e djegjes. Këtu thot Allahu, është e sigurt që ata që i kanë sprovu besimtarët edhe besimtarët, e ka për qëllim ata të cilët i kanë djeg. Disa dietar për këtë fjalën fetenu i kanë dy mendime. Kanë thënë fetenu e ka për qëllim ata të cilët i sprovojnë besimtarët në forma të ndryshme, ndoshta edhe ditëve të sodit. Disa të tjerë ka thënë fetenu është për qëllim ata të cilët i djegin besimtarët. Pastaj thot Allahu xhaleshanu thumma lam yatubu. E çtu e ka çel një derë të madhe, për shembull thot ata të cilët i kanë djeg besimtarët edhe besimtarët, edhe nuk janë pendu. E çtu tana dietarët kanë thënë se me pas se çfarë butësie ka përdorur Allahu xhaleshanuhu, edhe pse i kanë djeg besimtarët, Allahu thot thumma lam yatubu, edhe s'janë pendu, se të ishin pendu, ndoshta Allahu xhaleshanuhu ja kishin fal. Kjo është vlera e madhe e pendimit që ofron Allahu xhaleshanuhu. Më pastaj thuhet falahum adhabu jahannam walahum adhabul harik. Këta jo besimtar i kanë djegur me zjarr miqtë e Allahut dhe Allahu do t'i ndëshkojë me të njëjtën mënyrë. Pra, çish i kanë djegur hum adhabu jahannam, dënimi i tyre është xhehenemi, walahum adhabul harik, dhe dënimi i tyre është zjarri. Më pastaj thot Allahu xhaleshanuhu innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Thot Allahu na informon për robërit e tij besimtarse, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ata të cilët kanë besuar në Allahun xhaleshanuhu i kanë xhennetet me të cilët burojnë lumenjt. Dhalika al-fawzul kabir, e kjo thot është fitoria më e madhe. Fitoria, qëllimi është shpëtimi prej gjërave të cilave u friksohesh, dënimi i Allahut dhe arritja e gjërave në të cilat i synon. Mëtej Allahu thot inna batasha rabbika lashadid,
është e vërtet se goditja e Zotit tënd është e fortë dhe e dhimbshme. Do të thotë se vërtet dënimi i tij dhe hakmarrja e tij ndaj armiqve të cilët i refuzuan të dërguarit të tij dhe kundërshtuan urdhrat e tij është shumë i ashpër, i fortë dhe i madh, sepse në të vërtetë ai është pronari i fuqisë, më i fuqishmi, ai është i cili çdo gjë që do dhe siç ai e do bëhet. Prandaj Allahu thot: "Innehu huwa yubdi'u wa yu'id." Në të vërtetë ai është që fillon krijimin dhe përsërit atë, siç e cekëm edhe më lart ku tha: "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin." Siç e kemi filluar na do ta përsërisim prap, domethënë edhe krijimin e dytë, që do të thotë pas ringjalljes. Pastaj wa huwal ghafurul wadud. Allahu xhaleshanuhu i përmend cilësitë e tij, ku thot ai është që i fal mëkatet edhe është i dashur. Do të thotë se Allahu xhaleshanuhu i fal mëkatet e cili do person që pendohet para tij dhe përulet para tij, pa marrë parasysh se çfarë është mëkati, pra siç e cekëm edhe më lart, ku e ka lanë hapësirën ku ka thënë thumë lem yetubu, nëse ishin pendu ata të cilët i kanë bërë çato vepra, që i kanë ndjek besimtarët, ndoshta Allahu xhaleshanuhu do t'ja u kish fal, pasi që ne e dimë që mëshira e tij është shumë e madhe. Pastaj thot Allahu xhaleshanuhu dhul arshil majid, pronari i frontit ose pronari i arshit, që do të thot pronari i frontit të madh që është mbi tër krijimin. Pastaj thot el majid është Zoti i arshit të madhërisëm. Dhul arshil majid është Zoti i arshit të madhërisëm. Kjo fjalë domethënë është lexuar në dy forma, në dy kirajete, që domethënë el majidu, el majidi, me damme edhe me kesre. Me damme e ka për qëllim cilësinë e Allahu xhaleshanuhu, ndërsa me kesra e ka për qëllim arshin apo frontin. Sidoqoftë të gjitha kuptimet janë të sakta. Fa'alun lima yurid, Allahu xhaleshanuhu është vepruesi i gjithë shkaje që dëshiron. Vepron shumë dhe sipas dëshirës së tij, askush nuk mundet të pengoj të veproj atë që dëshiron Allahu xhaleshanuhu. Pastaj vazhdon duke e përmendur disa histori ku thot hel ataka hadithul junud fir'aun wa thamud. Atë ka ardhur thot ty lajmi i ushtrive të faraonit dhe të Themudit. E ka kuptimin atë ka arritur lajmi i asaj se çfarë ka ndodhur me ta nga dënimi i Allahu xhaleshanuhu dhe çfarë zbriti ai si dënim për ta. Domethënë ai i informoi ju se çka ka ndodhur me ata. E kjo pasi thot Allahu xhaleshanuhu inna batsha rabbika lashadid, me të vërtetë dënimi i Zotit është i rreptë dhe i dhëmshëm, e ka kuptimin se kur Allahu xhaleshanuhu e mbërthen keqbërësin, e mbërthen atë me një dënim të rreptë dhe të dhimbshëm. Kjo është domethënë si përgjigje e asaj që pyet Allahu hel ataka hadithul junud fir'aun wa thamud, thot a ju ka ardhur juve lajmi se çka ka ndodhur me ushtritë e faraonit dhe Themudit. Pastaj thuhet inna batsha rabbika lashadid, me të vërtetë dënimi i Zotit tënd është i rreptë dhe i dhimbshëm. Ajeti në vijim thot belil ledhine keferu fi tekdhib, por këta që mohuan, i dhujtarët, vazhdojnë me gënjeshtër. Do të thotë se ata janë në dyshim, në mosbesim dhe rebelim. Belil ledhine keferu fi tekdhib, në ajet përfshihet çdo kush që mohon Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qoftë i dhujtar, qoftë jahudi, i krishter e të tjerë. Wallahu min waraihim muhit, po Allahu ata i ka rrethuar, nuk mund t'i shpëtojnë. Do të thotë me fuqinë e madhe që ka Allahu xhaleshanuhu, i ka bërë me një gjendje që janë të rrethuar edhe nuk mundën me shpëtu. Më pastaj në fund thot Allahu xhaleshanuhu bel huwa Qur'anun majid. Thot ai është Kurani i famshëm. Do të thot Kurani madhështor, fisnik. Ai me të cilin ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky përshkrim për Kuranin është edhe për çdo kënd që e bart atë. E lexon siç e meriton, kapet pas tij dhe e zbaton atë, i tilli do të arrijë lavdin në këtë dunja. Bel huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Thot është në një pllak të ruajtur mirë në lawhi mahfuz, që do të thot në mes të mbledhësit më të mirë të ruajtur nga çdo shtim, pakësim, shtrembërim apo ndryshim.
Përket fi lauhin mahfudh thuhet se është tek Allahu xhaleshanuhu, është sikur një libër am. Në të nuk ndryshon asgjë. Aty janë shkruar me këtë kaderët e krijesave të tij. Çdo gjë që ndodh deri në ditën e Kiametit është e shkruar, domethënë në lauhi mahfudh. Prej gjërave që janë shkruar në të është edhe zbritja e Kuranit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, quhet mahfudh sepse askush nuk ka mundësi ta prek atë, ta ndryshoj, dhe se Allahu e ka ruajtur prej ndryshimeve e zëvendësimeve. Allahu në fillimin e surës Buruj betohet në qiellin dhe në yjet e vendosura lart në qiell, për qiellin me yjesi, ndërsa në fundin e saj thot përkundrazi ai është një Kur'an i lavdishëm. Kjo na jep të kuptojmë se kush do që të jetë i lartë dhe të arrijë lavdin në këtë dunja, atëherë duhet i përmbahet këtij Kur'ani. Umeti nuk mund të ngritet e nuk mund t'i kthehet lavdia përveç se kur t'i kushtoj rëndësi Kuranit e të kapet pas tij, ta lexoj, ta mësoj dhe ta zbatoj. Domethënë këto ishin disa komentime të shkurtra rreth ajeteve të surës El Buruj, të cilat i kemi para pa sot t'i lexojmë së bashku para juve. Ju falenderit për ndëgjimin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.